Lidhja Demokratike e Kosovës ka ra në 12%, sepse shkaku i raportit të afërt me Partinë Demokratike të Kosovës. Ky ka qenë problemi. Dhe Lumir Abdigjiku, kur e ka marrë LDK-n, e ka ditë që... Që ka ronë kohë me vëvën, kërë në koalicion. Po dhe, në kohë me vëvën, Ja, me vëvën ka ronë 12%. si rezultat i shkafit mas nej. Si rezultat i shkpuqjes të Vjosa Osmanit dhe të tjerëve. Pikrisht kjo, asociimi me PDK, njerëz që i kanë prish Merzu vëvën. Por me PDK njerëz që i kanë prish koalicion, kanë refuzuar Kurtin, me farforme janë bo marionetë të Partisë Demokratike të Kosovës, edhe pastaj bu marionetë Albi Kurti. Po dhe po ata se kanë problemin me Albin Kurtin, tek e fundit profili i Lumir Abdigjikut dhe Vjosa Osmanit kanë pas afërsi me Albin Kurtin. Tjetër është pas tej çka ka ndodhur me Lumir Abdigjikut. Po u shku Vjosa Osmani me vendosje, si s'u shku? Qysh është presidente sot? Ku ka garu? Në listën e vetëvendosjes, i ka prima dje listës e vetëvendosjes. Albin Kurti s'ka qenë fare në listë. Po s'ka, se po flasim për tash mos flasim për të kaluarën, po flasim për tash çai ka ndodhur LDK-s. Dhe në këtë rast po thuhet që po sulmohet LDK-ja. LDK-ja po sulmohet ose po kritikohet si subjekti politik i cili po e pamundson bomjen e një grupi opozitar bashk për me erzu Albin Kurtin, pavarësisht që një fushat elektorale edhe në opozica kanë qenë kundër Albinit, është problemi të LDK-ja, sepse LDK-ja nuk është e gatshme me u afëru me këtë grup tjetër politik për cilin e ka psu të kalumën. Dhe tash po manipulon, nuk po shprehet sinqerisht. Për shembull asiti po pse mu djeg, po Lumir Abdigjiku nuk po del me thon pse mu djeg. Ai është e vërtet që ka hyrë në një garë më të gjatë politike. Domethënë e ka përmendur të kalumën tash nëse zgaboj në intervista më herët para zgjedhjeve, e ka përmendur që ka thonë unë kom hyrë në fushbetej maratonike me i farforme 2 mandate. Ai pret me qenë 2 mandate në opozitë, dhe mas nej me ardhë momentumi që me dalë partia ndoshta e para pretendon. Që unë menoj që nuk e ka atë pozicion, sepse e ka problemin edhe brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Sot zhvillimet që janë në LDK, po edhe mos kishin qenë këtu me votat dhe me njerëz që janë brenda, nuk menoj që kish mundet Lumir Abdigjiku gat me e udhëheq Lidhjen Demokratike të Kosovës, një subjekt politik dorën zemër ma demokratiki se secili subjekt tjetër politik në Kosovë, me udhëheq gat me opozit, me prit edhe zhvillime tjera politike derisa Albin Kurti konsumohet politikisht, PDK-ja gjithashtu nuk mundet me performuar, edhe LDK-ja me dale para dhe në këtë rast Lumir Abdigjiku me udhëheq një qeveri ku ai, domethënë është i pari në zgjedhje edhe udhëheq një qeveri. Kto po e pret Lumir Abdigjiku dhe për këtë arsye ai nuk është i gatshëm, e ka thonë qartë në daljen e tij parë publike mas zgjedhjeve, nuk shkoj me lëvizjen vetëvendosje siç e kanë thonë edhe partitë tjera opozitare, sepse këtu po atakohet ai ka po thuhet që LDK-ja ka thonë nuk shkojmë me vetëvendosjen, po edhe PDK-ja ka thonë nuk shkojmë me vetëvendosjen. Ramush Haradinaj ka qenë edhe më i vrasht, më i jashtëm, më i qartë. I vetmi është Fatmir Lima i cili ka thonë që jemi të gatshëm me bashkëpunu me të gjithë. Ku dallon pozicioni i Lumir Abdigjikut dhe LDK-s? Dallon dikun, edhe dallon shumë qartësisht dhe thelbësisht në raport me opozitën. Po thot nuk e bëj as me opozitën. Domethënë ai po del po e pamundson qeverinë e opozitës edhe në dështon Albin Kurti. Se këto që e tha Dardani, kjo është bëhet qartë, po dihet. Kushtetuta ja garanton Albin Kurtit lëvizjes vetëvendosje me i bo numrat edhe me bo qeverinë. Edhe ato qartë ja ka garantuar shimthashin kur i ka pas 34 deputet. Mandatin e dytë, Bekim, ku thuhet që e merr opozita mandatin e dytë? Jo opozita. Kushtetuta nuk e sqaron që presidenti ja kujt që pra opozitës e janë dytën. Dikujt që e demonstron që i bën 6 nuk i takon me automatizëm Bedri Hamzës mandati për ngrimin e opsionit të dytë. Njeri të dytë i cili shikon ky mund të jetë Lumir Abdigjiku për konceptet politike. Është në diskrecionin e presidentes që t'ja jap mandatin atij asaj që ja dëshmon që i ka 61 vota. Pse kjo është matematikë si të është matematikë, nuk është politikë. Se na po flasim, veç të përfundoj, ti përgjigj na Ylli. Na po flasim për politikë, jo për matematikë. Ylli po thot numrat kush duhet. Na po flasim për politikë, për caktim të qartë politik. Opozita
Nëse bëhet bashk, ja pa mundëson Albin Kurtit me bo qeverin. As të parën, as dytën. As të presidenta. Qysh ka me adhon dytën kura i smujtë me bo të parën, sa as dytën së në bënë. Gjasat, nëse se bën parën, se ja një kushtetuta i penalizon opozitën, ja pa mundëson opozitës me bo bashkë dhe me shku me i thonë presidentës, mandatona neve për me odhe qeverin. Po nëse e dështon Albin Kurtin herën e parë, dhe këta i boj numrat dhe shkojnë i thonë presidentës, e ka obligim. Qa po thëmë, tash të t'i bën opozita nërë, po LDK-ja nuk ka me dhonë këtë mundësi. Unë e menoj që Lumir Abdi Xhiku ka qenë i qartë dhe i prem, po e pret ato që është i sigurt, ma shumë dëmtohet me hi në koalicion me opozitën, se sa me najtë në opozitë. Dhe ka me zgjedh me shëndru në opozitë dhe kam ja pa mundësu opozitës me bo qeverin. Kështu që ose ka na me shku zgjedhje, ose ka me bo Albin Kurti qeverin. A e bon me PDK-n, me Nismën, a me AKN s'po duket. Gjasat matë më dhaja nështë ta janë, pajtohem kush e tha këtu që gjasat matë më dhaja me PDK-n me bo, se sa me naj subjekt tjetër politik.